Përshëndetje dhe mirë se vini në Çamiko, si çdo të premte në orën 20:00, takohemi në këtë tryez diskutimi për të rrëfyer më të bukurat e zemrës sonë. Dhe në këtë takim të radhës kam ftuar Samantha Ademaj, që është psikologe klinike. Unë të ftova vetëm për hir të një fjalie që dëgjova në një takim që u bën bashkë çamët. Edhe Samantha në atë takim tha që ne lindi me një dashuri ndryshe, midis shumë gjërave të bukura që kemi në zemër e pasurojmë zemrën me këtë dashurinë për çamërinë. Nuk e di se si e the saktësisht, po më pëlqeu shumë ajo fjalia. Edhe faleminderit që erdhe në Çamiko në këtë bisedë të bukur që dua të bëj unë me ty. Përshëndetje, kënaqësi të jem këtu sot, faleminderit për ftesën. Çfarë kam thënë saktësisht është që ne çamët lindim ndryshe nga shqiptarët e tjerë, se ne lindim me një dashuri në zemër që është jashtëzakonisht shumë e ndryshme. Ty si të është trashëguar kjo dashuri e bukur për çamërinë, për një vend që ndoshta kur ishe fëmijë as nuk e kishe parë, vetëm mund ta kishe ëndërruar ose mund të kishe dëgjuar për të. Si zhvillohet kjo dashuria në familje çame, si thua? Atëherë unë jam rritur nga dy gjyshër çam. Gjyshi im ka lindur në Mazrek. Për shkak të gjenocidit është detyruar që me këmbë të lëvizi drejt Vlorës në një moshë fare të vogël, 6-7 vjeç. Por ajo që vija re ishte memoria e tij, ai mbante mend çdo gjë, përshkruante shtëpitë, lagjen, gjithë fshatin, Mazrekun me një kënaqësi të jashtëzakonshme. Dhe ajo që më ka prekur më shumë nga historia ime, nëse do i quaj kështu, është fakti që gjyshi im iku nga kjo jetë me të vetmen breng, të cilën ishte të kthehej të paktën qofte edhe një herë si vizitor në vendin e tij, gjë e cila ju ndalua nga shteti grek për shkak se ai kishte lindur aty. E kishte çnuar në pasaport, besoj, edhe ka tentuar të shkoj? Po, e ka çnuar në pasaport, tentoi, por nuk lejohej që të shkonte aty. Megjithatë, kam qenë 10 vjeçe kur u bë hapja e vizave për Shqipërinë me shtetet europiane dhe normalisht vizita ime e parë ka qenë në Mazrek. Aty jam emocionuar shumë edhe pse 10 vjeçe, duket e çuditshme në fakt, por jam ulur dhe kam puthur tokën. Dhe kjo është arsyeja pse kopertina e librit tim është kështu, një vajzë e vogël 10 vjeçe që puth tokën. Ja, po e tregojmë edhe ne. Dhe para se të shkoja, gjyshi më ka kërkuar vetëm gur nga shtëpia e tij. Kemi mundur ta gjejmë shtëpinë në bazë të përshkrimeve të gjyshit dhe të vëllezërve të tij që ishin pak edhe më të rritur. Ja kemi sjell gurët deri në ditën e fundit të jetës, i ka ruajtur ato gurë me shumë fanatizëm dhe sot e kësaj dite ato ndodhen në shtëpinë time. Po, dua ta tregoj edhe unë kështu si histori kur përpiqeshim të dizenjonim ose grafikisht të sillnim idenë e Çamikos, vendosëm që të bëheshin, domethënë shkrimi të vinte në formën e gurëve, sepse ka shumë histori mes çamëve, të cilët kanë fjetur thuajse çdo ditë duke i prekur ato gurët e duke kujtuar shtëpinë e tyre, ndonse kishin ndërtuar shtëpi të tjera, familjet e tyre vazhdonin të rriteshin, niprit dhe mbesat si unë e ti të arsimoheshin, po gjithmonë me këtë dashurinë e madhe që kemi për çamërinë dhe është një nga idet se më ngacmove nga që rrëfeve historinë e kopertinës e kësaj vajze, domethënë të vogël 10 vjeçare që shkon në çamëri, po edhe ne kështu kemi zgjedhur ta dizenjojmë Çamikon edhe me ato gurët që janë një element i nënave dhe gjyshërve çam. Larguan nga kjo jetë me këta amanet vetëm, prandaj mundohemi që të mos e harrojmë çamërinë dhe të punojmë për të. Dhe arsye pse kam sjell librin fillimisht ka qenë ai motivi më i madh. E kuptoj që ai amanet është i pamundur të shlyhet, por të paktën le të jetë një nga ato gurët e vegjël të atyre shtëpive
që po plotësohet ndoshta. Pa diskutim, një vlerë shumë e rëndësishme ndoshta edhe për kujtesën kolektive. Nëse do të flasim për librin, sa kohë të është dashur ta realizosh, sa biseda, se duket se intervistë është thjesht e ftohtë të mos përfshihesh në ngjarje, po domosdoshmërisht secila prej nesh, domethënë ka këtë dashurinë edhe përfshihet në një farë mënyre. Më trego pak për procesin e librit. Kur ka nisur me një studim, nëse do të them për një afat kohor, atëherë kur kam nisur të ideoj studimin, janë bërë më shumë se 2 vite punë për këtë libër. Kam intervistuar në total 123 shqiptar të Çamërisë, të brezave të ndryshëm, ku 93 prej tyre kanë plotësuar një pëtësor të ndërtuar prej meje që lidhet me traumën transgeneracionale, që do me thënë një traumë trashëguar për të parë nëse simptomat janë prezente. Më pas, për të qenë sa më sakt edhe nga ana shkencore, kam vendosur që të përzgjedh 10 të moshuar të cilët kanë lindur në Çamëri, të cilët kanë hapur zemrën e tyre dhe i falenderojnë në mënyrë të veçantë këta, sepse nuk është e lehtë që të flasësh për gjenocidin dhe të përshkruash gjithë emocionet që kanë përjetuar. Dhe më pas, për të qenë akoma dhe më e vërtet dhe për të parë a qëndron vërtet ky studim, vendosa që të përzgjedh 20 pasardhës të tyre, të moshave të ndryshme, po pra për të intervistuar dhe ato kanë sjell rrëfimet e tyre, çfarë kanë trashëguar nga të parët. Shumë janë dalë tek këta, tek pjesa se si janë ndjerë në momentin e parë që e kanë vizituar Çamërinë, sepse unë aty kuptoj në mënyrë të drejtë për drejtë traumën, gjë të cilën të thash që e kam nisur fillimisht tek vetja ime, 10 vjet që ndoshta nuk kam pasur atë mendimin analitik dhe nuk e kam kuptuar çfarë ishte duke ndodhur me mua, por ajo puthja e tokës, ajo ideja që po ndihesha si në shtëpinë time ndërkohë që unë kisha lindur dhe jetuar në Vlorë gjithkohës, ishte diçka përtej normale, domethënë, edhe kuptova që duhej studuar kjo pjesë. Ka disa elementë të cilët i përbashkojnë ato si një memorie kolektive. Kjo që thua që i mbajnë mend shumë mirë shtëpitë e tyre, përpiqen që ti përshkruajnë her pas here, është një mënyrë për të mos harruar, ndoshta edhe për t'ia përcjellë dhe brezave. Kam vënë re për shembull që nëna Çame në disa raste i kanë veshët e dëmtuar për shkak se ushtarët grek i kanë tërhequr florint nga veshët edhe i kanë rrëmbyer gjithçka me vlerë që ato kanë pasur. Dikush tjetër ka gurin, një tjetër ka degën e ullirit, ka ndonjë element që mua më shpëton për shembull që ti e ke parë në 2-3 shqiptar të Çamërisë të cilët e ruajnë me dinjitet. Nuk e di, nga ana e mamas time për shembull kanë tumanet që i mbajnë edhe që i kanë që nga ajo kohë, e kam fjalën. Pra ka elemente të tjerë që njerëzit lidhen për të mos harruar. Diçka tjetër që kam vërejtur në fakt tek të moshuarët që kishin lindur në Çamëri, për dëmbesave të tyre që kishin mundur ta vizitonin vendlindjen e gjyshërve të tyre, u kishin kërkuar edhe deg ulliri, sepse ata mbanin mend që në për shtëpitë e tyre, në oborret e tyre ka pasur ullin të mbjellë. Dhe ato nuk donin vetëm gur, po donin dhe të degën e ullirit, të cilën unë e konsideroj si një vazhdimsi jetese, domethënë, sepse është diçka që jeton tashmë dhe
ata mendojnë që e kanë lënë diçka që po jeton aty. Po, shumë e bukur. Shumë e bukur kjo. Edhe në fakt tema e ullirit jeton gjatë, kështu që nuk ta harrojnë ato se ne harrojmë. Pikërisht. Kur e përfundova studimin, të dhënat që kanë dalë janë realisht të frikshme, sepse kemi një përqindje goxha të lartë, rreth 94.6% e pjesëmarrësve kanë raportuar se përmbajnë të paktën disa simptoma të traumës transgeneracionale dhe kjo nuk është një shifër e ulët. Prandaj jam munduar që studimi të jetë i metodës mix dhe sasior dhe cilësor që të dhënat të jenë të bazuara shkencërisht. Më pas, vendosa që këtë studim ta prezantoj në një konferencë në Kosovë, ku kishte pjesëmarrës, zgjodha pikërisht Kosovën, sepse aty kishte pjesëmarrës nga të gjitha trojet shqiptare. Ndoshta edhe se si realitet, ndoshta janë më afër ose kuptojnë një lloj drame që i përbashkon se po shqiptarët. Edhe përgjithsisht i përkrahin këto lloj qasjesh, edhe na i hapin dyert gjithmonë dhe na mbështesin. Kështu që e prezantova te konferenca e shëndetit mendor, nga impakti që mora aty kuptova që ky studim duhet të vazhdonte dhe të mos ngelej me aq, sepse pse të ishin ata të vetmit persona që mund ta kishin në dorë, kështu që vendosa të ndërtoj një libër. Ke vendosur ta prezantoj në Vlorë, përkatësisht në javën Çame, në 22 qershor, në orën 7 jemi tek Pallati i Kulturës Llabëria. Shumë mirë. Në bashkëpunim me shoqatën patriotike Çameria dhe Vlorë. Shumë mirë, shpresoj që të shkojë gjithçka mirë. Një vepër që i dedikohet çdo lexuesi. Është kjo një traumë që e gjen tek çamët, e gjen tek vetja, e gjen tek të rinj të tjerë të cilët përpiqem në përditshmërinë e tyre ta ndërtojnë jetën, po që e din që ose të ngrihen në një protestë për zbërnecin, po themi, edhe të thonë që unë e di shumë mirë çfarë do thotë mos jetosh në shtëpinë e gjyshit tënd. Unë e di shumë mirë, pra është një lloj traumë kolektive kjo e brezave të mëvonshëm, pra e imja, e gjithë të rinjve çam. Po, shiko, kjo është diçka, domethënë se unë nuk jam dalur vetëm te studimi, po më pas kam hedhur në analiza të thella psikologjike, jam dalë te folklori çam, tek traditat çame, tek shumë elemente të tjerë që një pjesë e madhe tashmë janë edhe në libra të shkruara. Dhe edhe nëse do ta mohonin, domethënë, ajo tashmë është e dukshme, nëse mund të ta sjell një shembull, Vallën e Osman Takës. Nuk kam dëgjuar deri më sot që të flitet nga aspekti psikologjik, mirë po unë i kam hyrë një analizë të thellë psikologjike dhe Vallës së Osman Takës, sepse mendoj që ka shumë elementë që duhen studiuar aty, dhe mendoj që ajo analizë duhet thelluar, ndoshta me një botim tjetër. Shumë e bukur. Ide shumë e bukur. Po, pavarësisht se një pjesë e kam paraqit në libër, edhe nëse mund edhe ta përmbledh pse duhet analizuar Valli i Osman Takës, është fakti se e kam parë Vallën e Osman Takës të ndarë në 2 dimensione psikologjike. Pikë së pari shohim elementin, vetë figurën e Osmanit, dhe pikë së dyti shohim vallën që vazhdon ditët e sotme. Figura e Osmanit, nëse i pyesim të gjithë pse shpëtoi Osmani, domethënë të gjithë do thonë prej vallës. Pa e ka pyetur dikush pse nëpërmjet këtij veprimi artistik. Ajo që mendoj unë është që Osmani ka një mentalitet psikologjik shumë të zhvilluar, aq sa ajo kuptohet në momentin që ai ra pre e ushtrisë, domethënë, ai kaloi nga kontrolli në mungesën e kontrollit, por nuk u shpërbë emocionalisht. Nuk u shpërbë emocionalisht, kjo domethënë që ai diti përdori mirë mekanizmat psikologjik dhe është i aftë që të mos bi pre e panikut apo e ankthit. Dhe ajo që ka bërë Osmani, unë e shoh nga ky këndvështrim, është fakti që ai ka përdor një element të fuqishëm për të shpëtuar që ka qenë empatia. Domethënë, ai ka arritur dhe ka ndërhyr thellë dhe në mentalitetin e armikut, duke ndërhyr në një mënyrë të tillë që armiku vetë mos e kuptoj që ai është duke kërkuar shpëtimin në këtë rast nëpërmjet empatisë. Domethënë, veprimi artistik që ai bëri
unë e mendoj të gjithin të qëllimshëm dhe ka qenë pikërisht për të përdorur empatin tek armiku dhe për të shpëtuar. Nuk e mendoj si diçka rastësore, absolutisht. Edhe unë besoj që është diçka rastësore. Mund të tregohet bukur si legjend, po ideja është që ka element shumë të bukur, ka elementin e krenarisë, ka elementin e asaj që është e jotja, e përvetësisë, e dëshirës për të shprehur më të mirën tënde. Edhe patjetër shumë elemente të tjerë. Të përgëzoj se duhet patjetër një libër kështu. Pastaj për të dalë edhe tek pyetja jote se nuk është na shkalova absolutisht që të shohim nëse elementet apo simptomat traumatike janë prezente në ditën e sotme, është diçka shumë e bukur që mund ta shohim nëpërmjet valles Osman Takës. Një valle me një histori të trisht, kënga me një tekst komplet të trisht. Dhe ku kërcet Osman Taka? Gjithmonë në gëzime, në dasma, në festime. Sa herë që kemi festime në çamut, Osman Taka nuk mungon. Dhe kjo tregon një mekanizëm tjetër psikologjik dhe tregon dhe një mentalitet shumë të zhvilluar dhe të fortë psikologjik të gjithë popullsisë çame, të cilët në mënyrë ndoshta edhe të pavetdijshme kanë arritur që forcën ta kthejnë në motiv për të jetuar. Është shumë e bukur kjo. Mendon Samantha se e bukura të shpëton ose zbut dialogun, pra kemi një dialog midis fshinjve i cili nuk pranon që ta hap si diskutim apo nuk e pranon çështjen çame në asnjë nga diskutimet e veta, qoftë në vizita zyrtare, qoftë në bisedime politike, qoftë në ato diplomatike etj. Me radhë. Dhe ka gjithmonë tension, si kur shkruan media greke, po ashtu ndonjëherë edhe kur shkruan media shqiptare, më pak nga pala shqiptare, nuk është se ka kaq shumë tension. Megjithatë, tensioni ekziston gjithmonë kur në për rreshta përmendet çamëria. Në për tituj, po që ka tension, po them edhe në për rreshta kur përmendet çamëria ka tension. Osman Taka arriti që të shpëtonte përmes asaj që ishte e bukur, e fortë, krenare në gjithë qenien e tij, në gjithë atë që mbarte ai, arriti të shpëtonte përmes së bukurës. Ka pasur disa raste kur unë kam menduar që zgjidhja vjen gjithmonë nga politika dhe nga forca të mëdha ndërkombëtare, secili duhet bëj punën ndoshta për të mos mbetur brenda familjes tonë kjo çështje. Ama ka raste kur unë mendoj që edhe vetëm një podcast që bëjmë ne, edhe vetëm një bisedë, edhe vetëm një histori e treguar shkurt, ndoshta e shpëton me anë të dashurisë dhe të bukurës gjithë komunikimin. Pra ndoshta nuk mund të zgjidh gjë, por ama komunikimin e bën pak më të butë. Pra ne arrim të komunikojmë me fshinjin duke i thënë që mes nesh, unë si vajzë, nuk jam rritur nga ata gjyshër me urrejtje ndaj tyre. Pra unë e di kush është populli grek. Dhe mendon se e bukura dhe gjua e bukur, një valle, një çamiko, një film, një libër mund ta tregoj në gjuhë të ndryshme një komunikim tjetër, pra mund ta zbus këtë, mund të zbus zemrat apo është një përpjekje e kotë. Jo, kjo nuk është absolutisht një përpjekje e kotë, sepse ne ta thash edhe më herët kemi shembullin më të mirë të Osman Takës, i cili ka arritur të shpëtojë jetën e vet nëpërmjet të bukurës dhe krijimit artistik. Kështu që kjo ndodh absolutisht. Që dashuria e shpëton botën. Patjetër, sepse u bën vite që kam studiuar, jam diplomuar në psikologji dhe trajnohem gjatë gjithë kohës. Dhe mendoj fort që e bukura ndërhyn aq thellë në mendje njerëzore, sa që ndërhyn tek e pavetdijshmja, dhe qoftë edhe armiku të jetë, ai nuk është në gjendje që të mendoj për momentin, edhe të thoj që shikoj se ky është armiku im dhe unë nuk duhet të qëndroj pra këtij. Jo, absolutisht, e bukura ndërhyn aty ku asnjë gjë tjetër nuk e ka këtë forcë. Po, në fakt
Gjyshe ime ka pasur një shprehje shumë të bukur, dhe me më të mirën ai do të pranoj. Nuk mund të ta nashkaloj, nuk mund të të refuzoj kur vazhdimisht ti i tregon që këtë e ke një kauz të mirë, e ke një kauz zemra dhe nuk ka asnjë fije urrejtjeje, pra dhe asnjë fije hakmarrjeje në të gjithë misionin që ke ti. Po. Me fjalë të thjeshta ajo thonte bëu aq e mirë sa të mos të refuzojnë dot. Kështu që edhe unë besoj këtë. Domethënë për sa kohë unë bëj Çamiko e zhvilloj këtë bisedë, bëj këtë intervistë çdo të premte në orën 20, besoj vërtet që e bukura na shpëton. Edhe që sigurisht që dashuria shpëton gjithë botën, jo më edhe këtë çështjen çame me grekët. Patjetër, sepse nëpërmjet të bukurës ti ja shuan argumentat armikut, kështu që nuk ka më çfarë të thoj. Mirë, më pëlqen shumë ky idealizëm, sa shumë pak njerëz që mendojnë bukur për të ndërtuar një realitet tjetër, bukur. Ato që kanë ikur, sigurisht kanë ikur me brengën që nuk shkuan asnjëherë në shtëpitë e tyre, por ama pse mos të bëjmë një gjë të mirë, edhe të paktën ata që janë gjallë të mund të shkojnë. Pra kjo është një brengë e vazhdueshme dhe nuk kam se si të mos ta ngre zërin për këtë. Do t'jesh në qershor, në 27 qershor në valizat e Klogjërit, si, domethënë, që fëmijë ke shkuar, unë po. Në fakt jo, nuk kam mundur që të tek, është hera e parë që po bashkohem. Okej, do të jesh pres me kënaqësi, patjetër që do të jem. Do më tregosh, do takohemi edhe do më tregosh pak se si. Patjetër, tani edhe me angazhimin në shoqatën patriotike të Vlorës, si pjesë e departamentit të rinis, patjetër që do të jem pres. Shumë mirë. Si ndihet atmosfera e çamëve në Vlorë? Ti ke, domethënë, si e rritur ti në Vlorën që ka mirëpritur çamët? Pra në Vlorën që krijoi ansamblin e parë, që asnjëherë s'ka pasur turp, droje, të kërcej ato vallet, në ata ansamblin që Salin Nuredini ndonjëherë i dilnin apo nuk i dilnin parat, gjithsesi i qepte ato kostumet edhe u jepte fëmijëve që të mësonin vallet, se duket si një gjë e thjeshtë, po unë mendoj si mund të ketë qenë ai ansambël në 99-ën kur digjej gjysma e Shqipërisë dhe çamët vazhdonin ende të ruanin traditën e tyre. Të ruanin edhe të ringriheshin prap pas trazirave të 97-ës, edhe në 99-ën kur erdhën ata si thua shqiptar të Kosovës që duhet i mirëprisnim ne në Shqipëri, një traumë që ndoshta në 99-ën zgjohet prap për çamët e Shqipërisë. Kështu që nuk është të thjesht ndonjëherë të mbijetoj kultura. Si e ke parë këtë situatën në Vlorë, se jeni një vatër e mirë atë. Më pëlqen ajo vatra juaja në Vlorë. Popullsia çame në Vlorë është e qenë gjithmonë e bashkuar. Lartë, po, edhe e bashkuar gjithmonë. Aq të bashkuar jemi sa që edhe kur duhet kemi një bashkëpunim apo thjesht qoftë edhe të blejmë diçka, zgjedhim gjithmonë bizneset çame, domethënë mundohemi që të jemi gjithmonë kështu. Vlora Amadi është ndarë me lagje, janë lagje çame dhe njihen që aty rrin vetëm çam. Kështu që është një atmosferë shumë e mirë, jemi ndjer shumë goxha të mirëpritur në Vlorë, sepse na duket vërtet sikur jemi në çamëri aty. Është edhe deti, është edhe pa diskutim, janë disa element. Gjithmonë më ka bërë përshtypje kjo pyetja që si ka mundësi që çamët vinin nga deti dhe ato njerëz që zgjodhen detin ishin pikërisht ata njerëz që jetonin afër detit edhe kur ishin në çamëri. Siç duket është një mënyrë për të vazhduar jetën me të njëjtat kushte, si jemi mësuar kështu dhe kështu do zgjedhim. Ajo që vret në fakt dhe në leximet që mund të bëjmë nga historia, më pëlqen fakti që çamët, pavarësisht se kanë ardhur pa asnjë lloj gjëje, nuk kishin as ushqim të hanin, nuk kam dëgjuar asnjëherë që çamët të lypnin diçka. Janë munduar që gjithçka ta gjejnë vetë. Dhe këtë pjesën e ditit e lidh pak dhe me këtë, sepse po të vëresh edhe sot e kësaj dite, çamët merren me peshkim. Domethënë kanë munduar që punën që bënin andej ta vazhdojnë këtë dhe nëpërmjet punës së ndershme të arrin dhe të ringrihen. Po, janë portokallet në çamëri, mandarinat në Kolispol.
vaj ullirit Andeja dhe degët e ullirit që vazhdojnë ende të jenë këtu. Tregtar të Zotit janë në fakt. Kemi jetuar 50 vjet në një diktaturë e cila nuk të lejonte të flisje hapur për çështjen çame dhe flitej gjithmonë brenda çative të shtëpive ose domethënë brenda mureve të shtëpive tona. Më pas duket se në tranzicionin e Shqipërisë kishte ai shumë probleme saqë nuk të binte rradha të flisje ose të diskutoje me shumë seriozitet, qoftë me fjalën e akademikëve, qoftë me fjalën e psikologëve, qoftë me fjalën e media, se titujve në media, nuk i binte rradha Shqipërisë të mendonte për këta njerëz që vinin nga çamëria. Dhe duket sikur jemi në një fazë që po kalon tranzicionin. Duket që neve nuk duam të heshtim. Pra Samantha nuk do të hesht, Luela nuk do të hesht. Sildi jo, Emiri jo, pra ka disa të rinj që nuk duan të heshtin. Sigurisht që ka pasur edhe një brez para nesh, edhe brezi prindërve tanë kanë bërë sa kanë mundur në gjithë kakofoninë e zhvillimeve që ta nxjerrin çamërinë në pa. Dhe ne jemi rezultati tyre, nuk jemi rezultati vinim nga asgjëja edhe vërtet jemi arritur me këtë dashurinë. Dhe nuk do heshtim. Po çfarë duhet bëjmë për te kësaj? Si është një zgjidhje, më thuaj një kujdo një ide që s'na ka shkuar ndërmend. Atëherë, domethënë kur e kam prezantuar studimin në Kosovë, ajo që kam mëshuar në fund të studimit ka qenë thirrja për të më bashkuar në studime të tjera. Nuk ka pse të jetë vetëm Samantha, nuk ka pse të jetë vetëm Luela, vetëm Sildi, domethënë ka shumë çam të cilët janë të mirë profesionalisht. Mund të zhvillojnë shumë studime lidhje me çamërinë, por studimet nuk janë thjesht shkrime që mbeten aty. Ideja e studimit, prandaj unë vendosa dhe librin ta sjell në këtë formë, është faktikisht që sjell të dhëna më të vërtetueshme. Dhe në fund të librit, unë kam sjell dhe rekomandime për shtetin shqiptar, rekomandime për profesionistët e shëndetit mendor dhe jo vetëm, rekomandime për shqiptarët e Shqipërisë dhe për gjithë shqiptarët e trojeve se si duhet të reagojnë ata ndaj përfundimeve të dala nga ky studim, sepse të vi dhe të them pas një studimi të realizuar me metodë mikse që është goxha e besueshme, të them që kemi 94.6% të pjesëmarrësve që raportojnë simptoma traumatike, nuk është diçka e thjeshtë, domethënë për ta thënë dhe për ta ngritur zërin, dhe duke e pasur të vërtetuar, atëherë qoftë edhe shteti shqiptar, edhe shqiptarët e tjerë jo çam, po të Shqipërisë, ndoshta edhe të trojeve shqiptare, e shohin dhe dëgjojnë dhe kuptojnë më thellë se çfarë po ndodh me çamërinë. Përveç kësaj e kam përmendur në libër edhe mungesën e informimit të duhur në arsim për çështjen çame. Unë pavarësisht se doja të studioja psikologjinë në më vonë, kur kam qenë në gjimnaz, kam zgjedhur dhe historinë avancuar si lëndë dhe kam zgjedhur për të vetmen arsye sepse u bën 12, ishte viti 12 i shkollës dhe nuk kisha lexuar qoftë një herë në histori apo në gjeografi diçka të mirëfillt për çamërinë. Dhe kjo më dhimbte. Madje kam sjellë një shembull shumë të bukur në libër, kur kam qenë klasë të 9, kemi atë ritualin që vizatojmë bluzat edhe vizatojmë secili një element, një personazh, një person VIP që e personifikon. Unë kam përzgjedhur të vizatoj Shqipërinë etnike. Dhe gjithë shokët dhe shoqet e klasës më pyesnin pse ke bërë këtë gjë. Vetëm 15 vjeçe u tregova për historinë e familjes time nga vija. Dhe më ka dhënë fakti kur më kanë pyet pse keni ardhur, çfarë ka ndodhur me çamërinë, domethënë ata nuk kishin informacionin më bazik dhe ishin në klasën e 9. Në di më ndodh edhe mua që ta tregoj këtë histori ndonjëherë në
rrethet të huaja, edhe e kam shpjeguar dhe më herët që pse u zgjodh Çamiko, sepse në një diskutim me një gazetar italian, midis grupeve të mëdha gazetar nga gjithë bota, përpiqem ta tregoj historinë time. Këtu përtej oqeanit, kudo në çdo vend të botës, rrëfyer në anglisht, dua që të gjithë ta dinë, domethënë këtë histori nga vi dhe pse vi, por më ka dimt fakti që askush nuk e dinte, pra që ekzistojnë paralelisht disa trauma të cilat neve na bëjnë të ndihemi keq kur i shohim qoftë edhe një film i cili mund të jetë i zakonshëm, edhe mund mos zgjoj traumat e dikush tjetër. Mirë, po më ka ndodhur që duke i shpjeguar një gazetari italian dhe një gazetari tjetër nga Belgjika, ti shpjegoja që unë bëj një podcast që quhet Çamiko, dhe gazetari italian e dinte që ishte Çamiko ishte një valle greke. Edhe më ka ardhur shumë keq që ta mendoj këtë, që ndonjëherë mi marrin disa gjëra, mi përvetsojnë disa gjëra, të cilat realisht që në treshkronjat e para dallohen që është çambe. Nuk ka asnjë lidhje me një lloj siç është fustanella, një lloj siç janë shumë element që ndoshta në shoqërinë e sotme mund na bëjmë bashkë, mund ta bëjnë të ngjashëm, mund na bëjnë kujtun të përqafojmë njëri tjetrin, por sidoqoftë identitare është e jona, e imja. Dhe përpiqesha t'i shpjegoja se ç'ishte çamëria. Pra përtej këtij emërtimi nuk dinin askush asgjë. Dhe për mua ka qenë edhe një mision që të mund të realizoj intervista, sidomos me dëshmitar. Pra unë synoj çdo ditë të gjej një 90 vjeçar që të ma tregoj çamërinë ashtu siç e mban mend, edhe për t'i përkthyer sot, se në botën e teknologjisë mjafton me një translate të thjesht, të mund t'i tregosh botës që çamëria është aty e ka gjetur deti, siç më thot Skënder. Por nuk e di, domethënë është një dhimbje e cila vështirë t'ia shpjegosh të tjerëve. Lëre pastaj të kuptosh që, domethënë e kuptoj këtë dhimbjen që nuk ka as në librat e shkollës, dhe as vetë shqiptarët nuk e dinë eksaktësisht. Edhe tek fakti që zgjodha historinë avancuar, e kam zgjedhë sepse historia avancuar, të paktën vitin kur unë isha maturante, quhej historia shqiptarëve. Po. Dhe unë e ruaj atë tekst akoma. Ta hapësh nuk gjen çamërinë. Domethënë, e vetmja pjesë që ti mund të gjesh për çamërinë aty është një paragraf me rreth 2-3 fjali, kaq. Më fal, por ne çfarë jemi atëherë kur historia shqiptarëve nuk na përfaqëson as pak? Po. Është mirë, po unë domethënë i gjetëm gjitha me këtë. Se kur s'është tek librat bazë dhe as tek librat me zgjedhje atëherë. Është shumë e vërtetë, do duhet të paktën një thirrje që është bërë edhe në këtë podcast, është bërë për historianët, është bërë për, unë jam munduar të intervistoj historian edhe studiues të çështjes, por i shkruhet nga akademia, se sa besim duhet kemi, pasi kemi humbur besimin gjithë këto vite dhe janë rritur breza të tërë duke e mësuar historinë përmes rrëfimeve, është disi e trisht, po bën një punë shumë të mirë me këtë librin, me librat e tjerë që do shkruash. Me gjithë vullnetin edhe dëshirën tënde, me gjithë dashurinë tënde që do japësh si në degën e Vlorës, po ashtu besoj në degët se çamëria është e të gjithëve, jemi një, edhe të uroj shumë suksese në të gjitha misionet e tua dhe shumë faleminderit që më erdhe. Falenderoj ashmasi, shumë kënaqësi është për mua, sidomos kur flas për çamërinë. Shumë e bukur, edhe të mos shuhet kur kjo dashuria që kemi ne për çamërinë. Ne lindim ndryshe, a? Po lindim ndryshe. Thjesht atë dashurinë duhet ta zbulojmë, mos ta lëmë të fshihet. Jo, shumë e mirë, Samantha, janë shumë të mirë edhe të gjithë ata që na kanë ndjekur sërish këtë të premte. Shpresoj që të jeni mbushur me shumë dashuri për çamërinë edhe me të bukurën që do të na duhet na shpëtoj gjithmonë. Të shihemi të premten tjetër në orën 20:00. Mirupafshim.